Në prag të festimeve të 28 dhe 29 nëntorit, atmosfera e gëzimit dhe krenarisë kombëtare po ndihet gjithnjë më fort në të gjitha shkollat dhe institucionet arsimore të vendit. Nxënës, gjimnazistët e rinj, artistë po përgatisin shfaqje dhe organizime të veçanta, të cilat synojnë të ndërrojnë dy nga datat më të rëndësishme të kalendarit historik shqiptar, ditën e pavarësisë dhe ditën e çlirimit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale një prej këtyre momenteve festive, të cilin e ka cilësuar si një kartolinë gëzimi, të ardhur nga artistë të rinj të Liceut Artistik Jordan Misja dhe Qendra Kulturore Albania Night. Sipas tij, bashkëpunimi me 150 artistë të rinj është shembull frymëzues i asaj që mund të arrihet përmes programeve jashtëshkollore që promovojnë krijimtarinë dhe kulturën. Në ambientet e qendrës kulturore, të rinj të veshur me kostume tradicionale shqiptare nga të gjitha trevat, sollën një interpretim të ndjerë të këngës Rrjedh në këngë e ligjërime, duke përdorur instrumente të ndryshme të muzikës së mirëfillt shqiptare. Atmosfera e krijuar, e mbushur me ngjyra folklori dhe shprehje autentike artistike, u kthye në një moment simbolik që ndërthur historinë, artin dhe emocionin e brezit të ri. Në kryeqytet, çdo shkollë po kontribon në këtë atmosferë të veçantë, që shënohet nga dekorime me flamuj kombëtar, veshje kuqezi, koreografi artistike, ekspozita me vizatime dhe piktura të realizuara nga nxënësit. Në këtë mënyrë, festat e nëntorit nuk mbeten thjesht data kalendarike, por shndërrohen në momente të fuqishme edukimi, bashkimi dhe frymëzimi për brezin e ri.